Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot në Ferizaj, ku një nxënës ka humbur jetën në ambientin e shkollës së mesme ku vendi i Arbrit. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli. Me datë 17/04/2026 rreth orës 15:15 është pranuar një informace në shkollën e mesme ku vendi i Arbrit në rrugën Brahim Ademi në Ferizaj, një nxënës mashkull 15 vjeç në rrethana ende të panjohura është rrëzuar pa ndjenja në sallën e edukatës fizike, tha ai. I njëjti është dërguar me urgjencë në qendrën emergjente në Ferizaj, ku sipas mjekut kujdestar pavarësisht trajtimit mjekësor ka ndruar jetë. Lidhur me rastin janë njoftuar njësia e hetimeve të stacionit, hetuesit rajonal dhe krim teknikët, të cilët kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore. Për rastin është njoftuar prokurori i shtetit, i cili ka urdhëruar që trupi i pajet të dërgohet në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion.